Aktoreja kanadeze Catherine O'Hara, e njohur gjërësisht si një figurë më ikonike të komedisë dhe kinemas amerikane, është ndarë nga jeta në moshën 71 vjeçare. Ajo la pas një trashëgimi të pasur artistike, e vlerësuar për ngjyrimet e saj të papërsëritshme komike dhe për interpretimet që kanë mbetur të paharrueshme për publikun ndërkombëtar. E lindur dhe rritur në Kanada, O'Hara nisi karrierën e saj në vitet 70 në Toronto, ku u bashkua me trupën e improvizimit Second City dhe fitoi vëmendjen e publikut përmes shfaqjeve satirike. Karriera e saj mori hoftë të mëtejshëm në punën e emisionin televiziv CCTV, i cili e bëri të njohur dhe jashtëkufive kanadez dhe shërbeu si platformë për talentet e komedisë. Suksesi ndërkombëtar erdhi në fund të 80-s me rolin në filmin e famshëm Beetlejuice, për të vijuar më pas me interpretimin e saj të dashur nga publiku si nëna e të voglit Kevin McAllister në klasiken e Krishtlindjeve Home Alone. Ai gjithashtu u shfaq në produksione të tjera të vlerësuara, duke përfshirë serialin dramatik The Last of Us dhe komedinë televizive The Studio. Gjatë një karriere që zgjati mbi 5 dekada, Catherine O'Hara u ndërtua si një nga emrat më të spikatur të komedisë dhe aktrimit, duke lënë një ndikim të paharrueshëm në skenë, film dhe televizion. Kujtimet e saj do të mbeten të gjalla përmes veprave që vazhdojnë të gëzojnë audiencë në mbar botën.